u bërë edhe ekzaminime dhe analizat të ndryshme për të parë dhe nëse ka pasur kontaminim të ushqimit dhe se nga ka ardhur një helmim i këtyre personave që fillimisht ishte në komunën e Hanit të Elezit, por edhe personat e tjerë të cilët me simptoma të ngjashme edhe nga komunat e tjera. Jemi në Sinën e Verës ku mundësia e kontaminimit të ushqimit është më e madhe dhe prandaj edhe kemi mundësi të helmohemi më lehtë apo dhe të kemi edhe viroza të ndryshme të cilat janë karakteristike sidomos në Sinën e Verës që prekin traktin gastrointestinal. Por fillimisht më lejoni të bëj në fakt një falënderim shumë të veçantë për Ujë Rrugove, i cili është edhe sponsor gjeneral i këtij emisioni. Ujë Rrugove gjeni në të gjitha dyqanet kudo në vendin tonë edhe me 3 produkte të reja që është qumshti, jogurti dhe ajrani Rrugove për freskinë që na nevojitet në këto ditë të nxehta të verës. Pa diskutim që e gjejmë tek Rrugove. Për të folur për këtë temë, për të njohur më shumë edhe me salmonella, si çfarë është, cila është lidhshmëria e saj me helmimin, me kontaminimin e ushqimit, me ushqimet e përgatitura jo mirë, të pjekura jo mirë, ku gjendet kjo bakterie, pse është kaq e rrezikshme, çfarë probleme të tjera shtesë mund të na sjellë shumë çka tjetër. Do kemi mundësinë të marrim të gjitha këto informacione në mënyrë që të bëjmë parandalimin e infektimit me salmonell nga doktoresha Aurora Dollenberg, të cilën kam kënaqësinë ta kem në linjë të drejtë për drejtë telefonike. Doktoresh, përshëndetje. Përshëndetje, mirë se u gjeta Xheneta. Kënaqësi gjithmonë të të kem virtualisht në studio, sepse fizikisht akoma nuk ju kemi pasur. Por gjithsesi uroj në ditët në vazhdim. Doktoresh, një temë me shumë rëndësi në vendin tonë, pra në Kosovë kemi pasur raste të vitit të fundit edhe me helmim, viroza të ndryshme që prekin traktin gastrointestinal, analizat të cilat më pas janë bërë dhe që shumë nga disa prej personave të cilat kanë pasur pra simptomat e helmimit është vërejtur pra që janë infektuar edhe me salmonell. Për pasur një, një informacion shtesë nga për gjitha audiencën, na tregoni pra fillimisht se çfarë është salmonella. Salmonella është arsyeja kryesore e infeksioneve përmes traktit gastrointestinal në momentin që ushqehemi me ushqime të kontaminuara me bakterie sepse nuk janë të freskëta. Në momentin që marrim sidomos produktet e vezës, të mishit, mishi i pulës është kryesori, por dhe mishi i dërrit, pasuar pastaj edhe nga mishi i viçit, po ashtu me anë të fruta perinjmeve të pa pastruara mirë, nga produktet e qumshtit, sidomos tani në Sinën e Verës, qumshti i pasterizuar, jo i gatuar me nxehtësi të lartë. Po ashtu edhe ujë, mos të neglizhojmë edhe thjesht ujin që mund të bëhet burim i bakterit të salmonellës në momentin që ky bakter arrin të futet në stomak dhe në zorrën ton, shumohet, sidomos dhe nga temperaturat e larta tani të verës, shumohet me një shpejtësi shumë të lartë, duke bërë që brenda 24 orëve pasi të kemi ngrënë ushqime të kontaminuara ose ujë jo shumë të pastër, në atë moment zorra jon mbushet me këtë bakter shumë të rrezikshëm, duke bërë që nga dita e parë pasi kemi ngrënë ose pirë një ujë të infektuar me salmonell, të fillojnë simptomat e rënda gastrointestinale. Tani, doktoresh, këto simptomat, cilat janë natyra e tyre simptomave, me qenë se ndonjëherë din janë shumë të ngatrohen simptomat kur prekin pra sidomos zorën. I kemi thuaj se simptomat e njëjta të ngjashme, por kur është e rëndësishme që ti mos i neglizhojmë këto simptoma dhe të kërkojmë ndihmë mjekësore. Besoj që të gjithë e kanë përjetuar të paktën një herë në jetë që të kenë ngrënë diçka që e kanë kuptuar që në fillim që nuk ka qenë e freskët, qoftë në aromën që duket që ushqimi nuk është më i gatuar mirë ose nuk ka qenë i freskët që në fillim, dhe përsëri ne kemi ngrënë me idenë që mbase është vetëm një ndjesi e gabuar, por kemi vënë re që në ditën pasuar
se deri në 3 ditë mund të zgjasë koha e inkubacionit pasi kemi ngrënë diçka të gabuar dhe jo të freskët të mbushur me salmonel. Prandaj dhe shumë pacientë ndonjëherë ngatrojnë, thotë po unë në këto 2 ditë nuk kam ngrënë asgjë të gabuar, nuk kam qenë në asnjë restorant, nuk është se kam konsumuar diçka të pakontrolluar dhe e harron që para 3 ditësh për shembull mund të ketë bler diku vezë ose ka shkuar në një fast food ose në një restorant ku mendon që ka qenë diçka e freskët dhe gatuar mirë, por doktoresh nuk mund të fillojnë me një herë, pra janë simptomat që mund të na shfaqen edhe pas 2-3 ditësh, sepse kemi përshtypjen që ne kur ham diçka të gabuar ose të gatuar jo mirë ose jo të freskët, më njëherë pas disa orësh do të fillojnë simptomat, gjë që është një perceptim jo i drejtë apo jo? Shumë e saktë Gjeneta, dhe prandaj e theksoj këtë gjë sepse shumë pacientë fokusojnë, mendojnë që menjëherë pas diçkaje të kontaminuar me bakterie duhet ta ndjejnë që trupi i tyre po helmohet. Ne quajmë helmim dhe duket sikur thjesht kemi ngrënë diçka që është helmuese, por gjithmonë shkaktar të helmimeve ushqimore janë bakteriet. Kryesori thamë që është salmonela në stinën e verës. Prandaj mos të ngatrojmë idenë që të themi që direkt pas ushqimit ose disa orë pas ushqimit mund të shkojë deri në 3 ditë që mos të kemi asnjë simptom dhe pas 3 ditësh na shfaqet diarrea, na shfaqet dhimbje stomaku me të vjella, kemi rritje të temperaturës mbi 39 gradë, e cila nuk na bie dhe ndonjëherë na ngatron dhe mendojmë që jemi ftohur, por nuk është ftohje. E kombinuar me këto simptomat e zorrës dhe të stomakut, dhimbjen e stomakut, duhet gjithmonë të dyshojmë që kemi të bëjmë me një helmim ushqimor i shkaktuar nga bakteriet, që është në rastin, sidomos në stinën e verës, tam që është salmonela, dhe ndryshe nga viruset e zakonshme, që edhe një grip ose edhe një infekcion viral i zakonshëm mund të japi probleme me diarre, mund të japi dhimbje barku, dhimbje koke, temperaturë, por salmonela ka veçorinë Gjeneta që është shumë herë më e theksuar, pra ne rrezikshmërinë e salmoneles e ndjejmë tek intensiteti i simptomave, sepse diarrea është kaq e ujshme dhe është pa ndërprerje gjatë gjithë ditës, të vjellat na dehidrojnë, pra në çdo gjë që ham nuk mbajmë asnjë gjë, sepse zorra dhe stomaku janë të mbuluara, mund ta quajmë, me një shtresë salmonelash, të cilët e pengojnë që trupi jon të thithi ujin dhe ushqimin, duke na dobësuar, mund ta quajmë, një plus edhe më tepër sistemin imunitar, dhe duke bërë që një pacient që ka ngrënë diçka të gabuar para për shembull 2-3 ditësh dhe sot e ka diarren, i ndodh menjëherë në mënyrë, mund ta quajmë, të rrufeshme për keqësimi, dhe sa më e vogël jetë mosha, pra nëse është mosha fëminore ose sa më e rritur mbi 70 vjeç e sipër, mund të imagjinojmë që salmonela bëhet e rrezikshme deri në dehidrim të trupit, deri në humbje të vetdijes, sepse ulet tensioni në mënyrë shumë të shpejtë dhe pikërisht moshat ekstreme, pra shumë të ulta, fëmijët dhe të moshuarit janë ato që përfundojmë shumë shpesh nëpër spitale, dhe nëse nuk e reagojmë në kohë, nuk e dallojmë analizat e gjakut që kemi të bëjmë me salmonelën, nuk japi antibiotikët përkatës, kemi edhe në Europë dhe këtu në Gjermani kemi pasur në ditët e fundit raste vdekje nga salmonela. Përmendim pra një virus, një bakterie jo të zakonshme, një bakterie që ka mbart në vete një rrezik mjaft të lartë, që përmendet pra dhe që mund të përfundojmë rastet edhe me vdekje, kur jemi tek trajtimi është i vështirë të trajtohet një bakterie si salmonella brenda organizmit, doktoresh? E rëndësishme është parandalimi, siç e thatë juve që në fillim Gjeneta, për salmonela duke i parë statistikat, patjetër që mund të bëhet shumë i rrezikshëm në persona që kanë sistemi të dobët imunitar dhe që nuk e përballojnë dot helmimet ushqimore, sepse trupi i tyre është një fushë e hapur, mund ta quajmë, një mundësi që salmonela të shumohet në një kohë shumë të shkurtër, sepse nuk ka mbrojtje, pra nuk ka antitrupa, pikërisht këtë e tham, e theksojmë dhe njëri janë pikërisht fëmijët e vegjël, grupi kryesor i rrezikuar dhe të moshuarit, patjetër mos harruar dhe gratë shtatzana, njerëzit që marrin medikamente të fuqishme, siç mund të jetë një kemoterapi kur kanë kancer ose kur marrin kortizonik se kanë një reumatizëm. Pra këto janë pacientë të cilët janë më shumë të rrezikuar nga helmimet ushqimore, nga salmonela në stinën e verës, prandaj thirrja i bëhet pikërisht prindërve dhe këtyre grup moshave të caktuara, të cilët në momentin që ushqehen me ushqime që kanë salmonel, pra ushqime jo të freskëta, ata janë pastaj të detyruar të shkojnë në spital, sepse shumë shpejt
pasi e kanë marrë këto bakterje, mund të kalojnë në urgjencë, prandaj parandalimi duke e njohur në kohë simptoma, duke parë që nuk është gripi ai që bën për shembull një temperaturë 39 gradë. Pra një pacient që shohim që nga ora në orë përkeqësohet, rritet temperatura, dhimbjet e barkut dhe diarreja nuk pushojnë, sado që pi ujë, sado që përpiqemi me supë, pra ta kompensojmë humbjen e lëngjeve. Ky pacient është i rrezikuar mos të presi në shtëpi si në një grip të zakonshëm has e kalon, por duhet të shkojmë në spital dhe në momentin që shkojmë në spital e quajmë të shpëtuar pacientin, sepse edhe spitalet në Kosovë kudo e kanë një antibiotik kundra salmonelës, e kanë infuzione që japin lëngjet për të kompensuar sidomos humbjen e kriprave. Pra kur kemi diarre, nuk është rreziku thjesht ikja e lëngjeve nga trupi, por sidomos humbja e kaliumit, natriumit, janë këto kriprat kryesore që në fund të fundit koordinojnë dhe funksionin e zemrës, ritmin e zemrës e të tjera. Pra rrezikshmëria vjen në momentin që edhe pacienti në shtëpi pi thjesht ujë ose çajin dhe haron të vendosë dhe elektrolite. Pra, në momentin që ne dallojmë në kohë dhe shtrojmë pacientin në spital, e kemi të shpëtuar. Kryesorja është për ata të cilët janë të rrezikuar të jemi të kujdesshëm. Statistika tregojnë që neta që 99% të pacientëve që kanë helmim ushqimor me salmonel e kalojnë atë në një formë të lehtë deri mesatare. Pra vetëm 1% mund ta quajmë është për këto që janë shumë të rrezikshme. Prandaj secili prej nesh e ka përjetuar kalimin e një salmonele nga helmimet ushqimore dhe ka qëndruar 2-3 ditë në shtëpi, ka pasur diarre por jo me temperaturë të lartë, ka pasur të vjella por jo çdo orë të nxjerrë çdo lloj ushqimi dhe me anë të një kompensimi me lëngje dhe duke marrë dhe vitaminat dhe proteinat të mjaftueshme, pra thjesht suprat, ato suprat e gjysheve që i dim neve, një supë me mish pule, përsëri mishin e pulit të zjerë mirë që mos marrin përsëri salmonela, është terapia më e mirë për në shtëpi. Dhe mirë që përmendet pra edhe ushqimit në shtëpi, sepse kemi përshtypjen normalisht me rritjen e temperaturave rrezokohet ushqimi, kontaminimi i ushqimit, sepse bakteriet e favorizojnë pra një ambient ku janë temperaturat më të larta, por harrojmë doktoresh që lehtësisht mund të kemi të lashe edhe me ushqimin që mund ta përgatitim edhe në shtëpi. Mundohemi që gjatë verës ndoshta të mos ham shumë jashtë në fast food, ku është ndoshta më lehtë kontaminimi i ushqimit që mund të çojë në marrjen e kësaj bakteries ose helmimin që mund të ndodhë, pastaj edhe ato simptoma që mund të fillojnë, por edhe në shtëpi duhet të jemi mjaft të kujdesshëm, sidomos gjatë stinës së verës, një vezë ndoshta gjysmë e zier mund të na rrezikojë një mish që ndoshta e pjekim në skarë, e përdorim jashtëzakonisht shumë skarën gjatë verës, si duhet veprojmë me ushqimet që i përgatitim edhe në shtëpi, doktoresh? Është shumë e vërtetë që besimin tek restorantet ose te fast foodet nuk e kemi gjithmonë, sidomos kur jemi në udhëtim ose në qytetet që nuk i njohim, në turizëm e sipër, sepse nuk jemi klientë të rregullt dhe nuk e dimë se sa janë të respektuara kushtet higjieno-sanitare në gastronomi, dhe pikërisht stina e verës është një rrezik edhe më i madh, sepse salmonela, pra helmimet ushqimore e duan temperaturën e lartë dhe shumohen në një kohë rekord dhe shumë të shkurtër. Në momentin që nuk respektohet zjerja ushqime me mirë mbi 70 gradë, Gjeneta. Ju e thatë shumë bukur që ndonjëherë kemi tendencën dhe sipas shijes ushqimore që vezën ta gatuajmë përgjysmë, ta lëm pak të lëndshme, por është e rëndësishme tani në stinën e verës të sakrifikojmë shijen për hir të sigurisë ushqimore dhe vezën ta zgjidhim plotësisht, pra 70 gradë sipër, 2 minuta duhet me patjetër dhe të gjitha llojet e mishrave, sidomos mishi i pulës, që është burimi kryesor i salmonelës, nuk duhet jetë medium. Ka shumë shijuesi e duan medium mishin ose skarën, që thatë ju pikniket, pra ato vende kur zakonisht e duam shpejt se kemi një uri të shpejtë dhe harrojmë ta gatuajmë mishin plotësisht mbi 70 gradë, atëherë kemi një problem me kontaminimin nga salmonela. E njëjta gjë vlen edhe për qumshtin, pra pavarësisht se ndonjëherë mund të jetë quhet i pasterizuar, ndonjë për fëmijët e vegjël është e rëndësishme ose edhe për të moshuarit që ta zgjijmë tani në stinën e verës edhe një herë qumshtin që
të jemi të sigurt. Edhe ujin e kontaminuar, kjo është një burim tjetër që nuk duhet neglizhuar, pra në qoftë se dallojmë që qoftë edhe në kushte shtëpiake ose kudo që mund të jemi që uji mund të ketë një aromë diku dyshuese, atëherë të priremi më mirë në udhëtime që mund të jemi ku s'kemi mundësira të tjera gjithmonë. Unë i këshilloj pacientët e mi kur shkojnë në Afrikë, në Indi, kudo që dinë që ka jo vetëm salmonel, ka malarien e të tjera me radhë, ekspozimi është i gjithanshëm, gjithmonë ujin ta pinë më mirë nga shisha e mbyllur, etiketuar që e dim që është i pa kontaminuar. Po, duhet jemi sigurisht kur udhtojmë gjatë verës e kemi dëshirojmë të kalojmë pushime në vende të ndryshme, prandaj duhet edhe të jemi të kujdesshëm, por për fund doktoresh doja edhe një këshill në rast të udhëtimeve, gjithmonë është e rëndësishme të kemi diçka me vete në çantë, sidomos për të mbrojtur nga helmimet, nga ndonjë ushqim që mund të na bëjë të ndihemi keq ose të na krijojë ndjenjë të jo të këndshme. Çfarë na rekomandon të marrim me vete, meqense përmendem edhe pushimet? Patjetër që stina e verës duhet na bëj pak më të ndërgjegjëm nëse kemi një fëmijë të vogël ose dhe të moshuar në grupin e atyre që po bëjnë turizmin, duhet të kemi në valizhe edhe një pako me medikamente, të cilët e quajmë atë farmacinë shtëpiake në thonjza, ku nuk duhet të mungojë asnjëherë paracetamoli për fëmijët e vegjël, sepse çdo temperaturë e rritur, qoftë nga viruset sezonale, por edhe nga një mundësi siç është salmonela, ka nevojë që të ulet temperatura, sepse fëmijët e dim shumë mirë që në stinën e verës kalojnë shumë shpejt në epilepsi, në qoftë se temperatura qëndron disa ditë mbi 39 gradë dhe ne nuk kemi një medikament efektiv për ta ulur. Së dyti të kemi në çdo rasti disa medikamente mbështetëse siç janë vitaminat C, mos ta harrojmë që një orë në diell të jemi të pa krem, sepse gjithmonë mendojmë që duhet të mbrohemi nga rrezatimi, por një orë ka nevojë trupi dhe lëkura për prodhimin e vitaminës D, lënien mënjan të kremrave mbrojtës, sepse ato e stopojnë thithjen e vitaminës e diellit dhe për prodhimin e vitaminës D. Dhe vitaminat e tjera pak mbështetëse, por nuk do e këshilloj Xheneta, dhe këtu është shumë e rëndësishme që të kenë një antibiotik me vete, sepse gabimet e shumë udhëtarëve është që u helmova nga salmonela, kam një infekcion të lartë dhe menjëherë marrin pastaj edhe nga frika dhe nga ajo mungesa prakticiteti që askush nuk do të jetë në pushime me infekcione dhe të jetë sëmur. Të tjerët bëjnë plazhin, bëjnë gjithçka dhe kështu që rreziku që të marrin më shumë se ç'duhet antibiotikë është shumë i lartë, prandaj unë si mjeke nuk jap asnjëherë receta me antibiotik që ta kenë në mënyrë profilaktike, sepse janë medikamente të fuqishme që nuk ja vlen, pra e rrezikojmë shëndetin më shumë se sa ndihmojmë veten kur kemi një temperaturë të lartë. Prandaj parandalimi mendoj Xheneta është forma më e mirë, pra pa medikamente, pa kemikale jemi më mirë, por për këtë duhet një edukim shumë i mirë i gjithë familjes që çdo fëmijë ose çdo i moshuar, ajo nëna që ka gatuar, mos shkojë në kuzhinë pa disinfektuar larg duart fillimisht, sepse gjithmonë mund ta fusi një salmonel në kuzhinë pa e kuptuar, të mos përdori të njëjtat thika pa i lar veç, sepse thikun që ka përdorur për mishin shkon tek domatjat, shkon tek perimet dhe i infekton të gjithë ushqimin nga një produkt i vetëm, prandaj duhet gjithmonë të disinfektohet rregullisht dhe ajo vendi i prerjes në kuzhinë të gjitha ushqimeve dhe jo më kot edukata që kemi pasur gjithmonë që në fëmijëri që lajm duart para ngrënjes është për mbrojtjen nga salmonela baza kryesore. Patjetër, doktoresh, unë të falenderoj jashtëzakonisht shumë për këtë inkuadrim të drejtë për drejtë, gjitha këto informacione shumë të vëra, sidomos në stinën e verës, ku gjithë mund të kemi një rrezik më të shtuar për të marrë këtë bakterie, por edhe viruset të tjera që mund të na izonojnë shëndetin. Faleminderit shumë, të përshëndes.